Në këtë fjalë do të them dhe dy gjëra për një çështje që s'do doja kur të ndalesha. Por ndalem sepse ata të cilët të mbështetur nga pushteti dhunojnë vullnetin tuaj, ata të cilët ju trysnojnë ju me mbështetjen e qeveritarëve bandit, atyre u them këtu para jush, se vrim miu, se shpellë në botë nuk do të gjejnë kudo që t'jenë. Kudo që t'jenë. Grupe qeveria shqiptare do t'i trajtoj si grupe terroriste, do t'i godas si terrorist. Këto monstra me qeveritarët e tyre shtrojnë krimet në votë, shtrojnë vrasjet në votë dhe votën në vrasje. Do kenë përgjigjen më tegër ligjore që mund të imagjinojnë. Qarë janë këta? Këta llumi i kriminalitetit njerëzor. Këta vinë këtu dhe nxjerrin, marrin taulan ballën. Një horë, më falni për shprehjen, që porosit vrasje, që bën arrestime, që bazon gjithë shka, që s'ka asgjë të përbashkët me fibrën qytetare fisnike të këtij populli, të qytetarëve të Librazhdit, të qytetarëve të Peqinit, të Gramshit, të Elbasanit, qërvlasja mes me Edi Ramen, me Suel Çelen, me Altin Hajrin, me Trapnin, me Pojen, e të tjerë. Po, data 11, shëndin tuaj, dhe mos tentoni të largohi, se kudo që shkoni, do t'u gjejmë, do t'u kapim, do u çojmë bashkë me Taulantin, me Edi Ramen, atje ku e keni vendin. Tre ditë janë ditët e idealeve tuaja, janë ditët e moralit tuaj, janë ditët e besimit tuaj tek Elbasani dhe Shqipëria, janë ditët e shpresës pashur të shqiptarve. Le të bëjmë 11 maj, ditën e dytë të verës për Elbasanin, për Shqipërinë. Rrofë shiu, rrofë Elbasani, rrofë Shqipëria. Fitore, fitore, fitore.